Para disa ditësh organizua në Durrës promovimi i librit Ideali i papërfunduar kombëtar me autor Hysni Shaqirin, i cili kishte analizuar në të sulmet e zhvilluara ndër vite nga fqinjet ndaj kombit shqiptar dhe idealin e pamposhtë të këtij kombi për të ruajtur identitetin nga presioni jugosllav. Në diskutimin e tij Irakli Koçollari foli për vlerat që solli autori i kulturuar me një ndërgjegje të tronditur që e njeh mirë historinë shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Në fakt, në këtë libër unë gjeta diçka tjetër. E parë, unë gjeta ndërgjegjen e tronditur, të shqetësuar, të revoltuar të një shqiptari të thjeshtë që jeton në ato anë, por gjithsesi dhe për herë në vendin dhe në tokën e tij. Unë gjeta mendimin e trazuar të një shqiptari të kulturuar, që njeh mirë historinë e trojeve shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Unë gjeta dhimbjen e një shqiptari për hallet e shumta vllazërore të tij, të vëllezërve të tij, me të cilën ai bashkëton Maqedoninë e Veriut dhe më gjerë. Unë gjeta vizionet e një shqiptari me dimensione europiane, i cili nuk mbart në botën e vogël dhe meskine urrejtje etnike ndaj pjesës tjetër të popullsisë, me të cilën bashkë formojnë një shtet që quhet Maqedoni e Veriut. Por unë gjeta gjithashtu një shqiptar që e njeh mirë historinë e popullit të tij, por që nuk harron historinë dhe plagët e mëdha që u shkaktuan në rrugën e historisë, pikërisht nga politikat shoviniste, raciste dhe etnike ekstremiste të përfaqësuesve të kësaj popullsie slavo-maqedone, me të cilët ata tani bashkëtojnë. Koçollari e vlerësoi autorin shqiptar të mençur, që e di se ku janë kufit dhe të drejtat e tij, por dhe të popullsisë tjetër. Unë pash gjithashtu një shqiptar tolerant, por jo të përulur, jo të përkulur, për para pushteteve dhe kërcënimeve etno-shoviniste që ka kuptuar fare mirë se me gjithë kalvarin e vuajtjeve, emigrimeve masive, diskriminimeve etnike, ekonomike, kulturore dhe sociale, shqiptarët mund të jetojnë në një shtet multietnik bashkë me slavo-maqedonët, por me të drejtat barabarta dhe të denjë për të qeverisur dhe shtet formuar. Unë pash një shqiptar të mençur që ditë kuptoj se deri ku janë kufit dhe të drejtat e tij, por di fare mirë se deri ku janë kufit dhe të drejtat e popullsisë tjetër. Pash një shqiptar që di të dallojë pasojat që sjellin në radhë e shqiptarëve, prirjet karrieriste dhe klanore, si armë që në thelb drejtojnë kundër interesit kombëtar, që di të dallojë rreziqet dhe kërcënimet që vijnë nga qendra dhe struktura jashtë të vendit, për destabilizim dhe konflikte sociale në radhë të shqiptarëve, që shqetësohet për degenerimin dhe degradimin social të një shoqërie e cila vjen nga manipulimet morale, filozofike, përmes doktrinave dhe orientimeve fundamentaliste religjioze dhe të rrezikshme e radikal ideologjike. Libri mbylli diskutimin Koçollari është një punim plot me ndjenjë i një shqiptari që përjeton hallet, shqetësimet, dhimbjet dhe merakun e botës shqiptare në Maqedoni dhe ofron zgjidhje për ardhmërinë sa më të begatë për prosperitetin e kombit tonë.